Përshëndetje të gjithëve. Pikë pari, unë jam mirë. Gjendemi në vend lindje, unik. Kom pas shumë kohë me shpenzu kohë me familje, më ambientu pak a shumë. Se jënë kohën ka gjatë do ditë që më kohën edhe në heshtje për publikin, që s'ka ditë publike as ku jam, a jo mirë, ku jam, qa jem të bo. Thjesht gjatë këtyre ditëve e kom përgadit një tekst vogël, pikërisht për rastin që ka dollë, për daljen teme për i bigit. Edhe thjesht kom vendos me hesht, edhe me reagu kur unë mendoj që kohën e nevojshme, edhe për publikin, po edhe kur ta marrë në veten, se nuk jem kohën edhe qaq mirë. Kështu që ju lus të gjithëve, nxëni me vëmendje, ju lutem, edhe ju lutem provoni me më kuptu çdo fjalë, edhe këtë fjali që unë ja kom përgadit, ju lus me e kuptu, me hi në tru temin, ose me qit pozitën e juve në vend temin edhe me provu me e kuptu. Oke, nxëni këtu. Dua fillimisht mi nda disa fjalë me juve qa ka ndodhë prej bigit, edhe qa ka ndodhë pas daljes bigit. E kom dje që është e nevojshme t'i sqaroj këto sene për publikin, sepse ndonjëherë heshtja mundet mu keq kuptu. Që nga dita e parë në shtëpi, Edi u kon një njeri i respektueshëm, edhe u kon korrekt me krejt. Po loja, presioni edhe izolimi ndonjëherë qojnë përtej për të qmërive. Sidomos kur i njeri me temperament, si une. Dhe ketë ju e dini shumë mirë se ç'është është puna tone. Kom pas debate edhe me banor tjerë, po kur nuk kom kalu në agravim apo që kom pas mungesë respekti. Gjestin e fundit me Arditin e përjetova shumë romë, sinqerisht. Unë ndjeva thellësisht i ofendum edhe i prekun aty ku nuk duhet. Në praj mu pa një tendencë për të kërkuar falje që edhe e kom bo, edhe pse e kom theksu, do më thonë pse o theksu disa herë që ato fjalë nuk kishin qenë, nuk jënë konë drejtuar ndaj publikut. Ato fjalë që i kom thonë, nuk jënë konë me tendencë ndaj publikit. Okej? Edhe serish kërkova ndjes. Megjithatë, besoj se është qenë vazhdimisht ofendues në mënyrën direkte dhe asnjëherë nuk është marrë një vendim i tillë ndaj tyre që shumor një vendim tone. Kur unë e thash atë fjalë, unë nuk e pata me ty, që po më këqyr, apo me familjen tonë që po më këqyr, nuk e pata me ata shqiptarët që më kanë mbështet, e që jënë kanë mbështesën edhe që kanë më mbështet non-stop, isha kun budall me sha shpinë teme. Isha kun budallun në qëfë si kisha sha ata që më suportojnë, që më japin suportin maksimal, që më rinë, më kanë najt gati. Edhe mu publiki më ka pru këtu, ku jam unë sot. Edhe publiki ka vendos për me qëndru në aty mrena, ndej në atë pikë. E jo une. Okej? Une e shova hipokrizin me bo gjana për publikin. Shove lojnë me maska. Okej, unë e shova lojnë që është me maska.
që bëhet në emër të publikit. Unë ju respektoj atë shumë juve jashtë, sa që nuk pranoj ma aktru për juve. Kjo është forma ma vogla edhe ma larta e respektit prej meje, që unë e muj mja udhëru juve. Për sa ko që kam qëndru në shpi, jëm konë der me të vëtuarit, dhe kjo me ja bindjen se largimi jam o konë një surpriz, jo vetëm për mu, po edhe për juve si publik. Kjo më dham shumë ka dhimt, se e kom dje si një pa drejtësi ndaj gjithë rrugtimit aty mrena, edhe besimit që ma kini dhonë ju mu. Son të jëm konë edhe i ftum në Prime, edhe në disa emisione tjera, po e kom zgjedh me hesht. Se jëm një shumë keq me ata që ndodhi, për diçka që nuk me përfaqëson dhe nuk me përkufizon si njeri. Në fund deshta më ja thonë edhe do fjalë, dua mas parti mi falenderu prej zemrës, prej shpirtit, gjithë shqiptarët, anën banë, në mërgim, diaspor, ku do që janë në përbot. Deshta mi falenderu për SMS-at, komentet, mbështetjet e jashtëzakonshëm që ma keni jap gjatë gjithë kësaj kohe që kom qëndruar aty mbrana. Jam thellësisht mirënjohës për çdo koment mirë, për çdo vot, për çdo san që ma keni jap. E ki dashuri që ma keni dhuruar në kur s'mu e harroj. Ju dua shumë, Edi do jetë gjithmonë për ju, për ata që me doni dhe me suportoni. Faleminderit shumë, ju dua të gjithëve, edhe natën e mirë bofshi. Faleminderit.